Labinoti vazhdon të ngacmoj Benitën gjatë ditës, duke e kërkuar me sy dhe duke e kapur çdo rast për t'i bërë komente. Ai afrohet me një buzëqeshje të egzageruar dhe i thot se prania e saj e bën atë të humbas përqendrimin dhe kontrollin. Sipas tij, mënyra si sillet Benita, vetbesimi që ajo shfaq dhe mënyra si paraqitet e bëjnë atë të hutuar dhe të ngatërohet në fjalë. Ti as nuk e kupton sa shumë më çrregullon, i thot Labinoti me një ton që mundohet ta paraqesë si shaka, por që t'i ngëllon më shumë si provokim i vazhdueshëm. Ai shton se ajo ka një pamje tërheqëse dhe një qëndrim që bie në sy, duke ja bërë të vështirë të qëndrojë indiferent. Benita në fillim përpiqet ta injorojë këtë lloj qasjeje, por Labinoti nuk heq dorë dhe vazhdon me batuta, duke e bërë situatën të sikletshme. Ai shprehet se është e pamundur për të mos reagojë kur ajo hyn në një dhomë, sepse sipas tij ajo tërheq vëmendjen e të gjithëve. Banorët fillojnë të vënë re se sa shpesh Labinoti e ngacmon Benitën dhe fillojnë të komentojnë mes tyre. Disa qeshin, të tjerë rrotullojnë syt, ndërsa disa mendojnë se ai po e tepron. Benita, në anën tjetër, fillon të ndihet e lodhur nga vëmendja e tepërt që ai i jep. Ajo e dëgjon atë me një buzëqeshje nervoze, por është e qartë se nuk i pëlqen mënyra si Labinoti vazhdon ta provokojë pa pushim. Në një moment, ajo i thot atij qartë që të mos flas më kështu, sepse po e sikletos dhe nuk po e merr si kompliment. Megjithatë, Labinoti vazhdon ta luajë rolin e njeriut që nuk përmbahet dot, duke e paraqitur gjithçka si shaka. Edhe pse situata ka filluar të rëndojë, atmosfera bëhet e çuditshme dhe të gjithë e kuptojnë se kjo histori po shkon drejt një tensioni tjetër, sepse Benita duket se është gati të shpërthejë nëse Labinoti vazhdon me të njëjtin.